Hasan Preza ka lindur në vitin 1904 në Shkodër, në një familje të thjeshtë qytetare në lagjën Dudës, por pjesën më të madhe të jetës së tij e kaloi në lagjën Docej. Këto dy lagje, të vendosura në pjesën veriperëndimore të Shkodrës, kishin karakteristika të përbashkëta në shumë drejtime, por veçanërisht njiheshin si qendra të Ahengut Shkodran, ku ishin krijuar grupe të cilët këndonin vazhdimisht këngët e bukura të qytetit, dhe prej ku kishin dalë edhe shumë këngëtarë e instrumentistë popullor. Që i ri përveç profesionit të këpucarit, të cilin ai e mësoi mirë, u dashurua edhe pas këngës shkodrane dhe u bë pak nga pak një nga pasionantët dhe krijuesit më në zë të saj. Gjithë jetën, ai ja kushtoi Ahengut Shkodran. Dyqani i tij në Docej u bë qendër pune, krijimi dhe grumbullimi shokësh e bisedash të ndryshme, ku vendim kryesor e zinte padyshim kënga shkodrane. Në tinguj të ëmbël të Kanarinës që mbante në kafaz, me ritmin që krijonte goditja e Shikiqit, bikullën e këpucarit, shoqëruar edhe me fishkëdhimin e vet Hasanit, u krijuan melodie këngë kaq të bukura, sa që rëndisin Hasan Prezën në pjedestalin e krijuesve më në zë të këngëve të reja shkodrane. Dyqani në mbajti deri në vitin 1948 dhe pastaj hyri në kooperativën e artizanatit së këpucarë dhe e shndroi aty deri në daljen në pension, ku dola përshtypjet mira si njeri i ndershëm, punëtor i zellshëm dhe shpirtmall. Me krijimtarinë e pasur që na ka lënë, ai është një krijues origjinal dhe me vlera të mëdha. Shikiqi i tij shpeshherë dëgjohej i larg, por ai tingëllonte butë melodioz në momentet kur e kapte frymëzimin dhe vetëm kur andej kalonte një vajzë e re dhe e bukur. Ai më shonte më fort që të tërhiqte sa do pak vëmendjen e saj. E folmja e Hasanit me anë të Shikiqit në dukje me mece ishte tepër shpërthyese kur takohej me shokët e Ahengut dhe u paraqiste atyre këngën e re. Hasan Preza shuhej për elegancë në veshje e në sjellje, me të gjithë njerëzit shkonte mirë, ishte gjithmonë buzagaz megjithse jeta nuk i shkoi ashtu e lëmuar e pa trazime. I vdes vajza 17 vjeçare që i la një breng të rëndë të pashëruar. Më pas, i vdes edhe shoqja që e deshi dhe respektoi aq shumë. Këto qenë dy goditje të forta që i tronditën jetën e shpirtin e këtij artistit të vërtet popullor. Por ai e ruajti ekuilibrin dhe i fshehu thellë në shpirt dhimbje të mëdha. Krijimtaria e tij pati dy faza. Në periudhën e parë kur si i ri dashuronte vajzën e kumshiut, dashuri e heshtur e largët dhe pa shpresë. Këngët dashnuar Tubana, të gëzojmë se erdh pranvera, shkoi e vi fluturim si zogu e tjerë. Dhe në periudhën e dytë kur mbulohet nga hallet e fatkeqësisë së jetës, këngët në vetmi kanë bet, jemi një dim në ty për cilë e tjerë. Këto këngë që e kryoj në fund tregojnë qartë shpirtin e tij të vrarë. Megjithatë, në jetë u përposhtë ishte optimist. Pasionin për këngë shkodrane nuk e ndau deri në fund të jetës, siç dhe do të shihet. Nga libri Në Shkodër të gjithë këndojnë, Profesor Isa Libali. Hasan Preza